A me dhoni 5-6 ditë ka dhejnë vetëm me mu. Dhe më thonë, ajo i shkon tra unë për fëmin tem. Edhe unë e përvrej ekstrem dalimin e malë. Edhe nanës, kur ja leni fëmijët e ju me kojtë ajo ju thirë, ju nuk e njini Algën. Se sot nashti e kina një jetë normale, nesër nashti nuk e kina, ose nesër nashti edhe bon milionera, nuk e di. Mu luksi seriosisht nuk më vynë. Qysh unë e di për shembull që qerdhja është e mirë për fëmin tem, se më ditë smutë dhe nuk e qënë qerdhe, atëherë kina 15% off. Nuk e kam atë smuj që ka e me më shku privat, ose me vesh vetëm originale, si shka kokna si me pas shkil kamioni, se Algën e keni regjistru në qerdhe për pikë qifit. Dhe për shëndetje njerëz, mirë se veni në kanalin tim të YouTube-it, mirë se veni edhe me një video të une. Nuk jam e sigur ta kom gjithë bash ditën më të mirën për me gjëru sot se dishka kokna si me pas shkil kamioni. Ama dyqysh e kom po një pauzë shkurt edhe ja kom premtuve dje që keni me pas sot video në YouTube nëse arriti. Edhe dyqysh e detyrova vitën pa tjetër me përfundu këtë punë. Këtë video as nërmend nuk e kom pas me ba, ama shko ku juve se shumë po ju interesën edhe shumë keni pyet rreth kësaj teme, po me nëj nana, se qikave të reja e ti nuk ka se shka me interesu, ama për këtë arsye unë jam këtu sot për me ju ndihmu. Për fat keq na sot nuk kena rrymë dhe na kanë lajmëruar që s'kena me pas rrymë dhe nuk jem se shka të bëjmë. Kështu që mas kësti videos në kam shku mja fut gjomë. Është njëna prej privilegjive që ona Algën e kom qu në qerdhe. Që mundën me pa tema është qerdhja e Algës. Ka shumë pyetje, ku është Alga, në qfarë qerdhe, sa pagun, sa len gjatë, a mësu, pse po kon, pse s'po kon, apo lun, as po lun, apo e mërmolli, qysh po ka lanë. Full, dhe më dhe mas po më kujtojnë se sa pyetjet i kam në komente, në Instagram, DM, gjithë kam. E kom bo një farë liste, me u fokusu paka shumë se për cilët tema me full. Me bo një farë drejtimi për këtë video, fokusu në që ato 4 pyetjet ju ma shpeshta që janë, me realizu këtë video në fakt. Numër 1 shokon është qëfar qerdhe ke zgjidh për Algën. Nuk e kom zgjidh me shku qika jeme privat, se nuk e kam atë smuj qika jeme më shku privat, ose me vesh vetëm originale si seansërës, nuk e kam, literalisht nuk e kam atë smuj. Unë e kom dasht me 1 milion herë që të teme kom folj, kom dasht me qu në qerdhe të shtetit, ku motra jeme u kon aty edhe ka kalu ekstrem mirë edhe krejt, dhe më thonë, on top. Qerdhet shtetit i pranojnë vetëm prej 3 vjete, as një muj për para nuk e pranojnë. Nësë është e mundshme fëmije mos me pas pelen edhe cucol, dhe më thonë tomël. Ata Algës ja kom siguru të menu se hajt në është i mundën me ma pranu qikën deri në 2 vjetë e gjys, aty për ju, qëfar ti. Unë jam detyru registru qikën me një qerdhe private, nuk është shtrejt, dhe më thonë logaritmi që çmimi i qerdheve të shtetit e kanë çmimin 240 marka, unë e privat jam të e qu për 300 marka, që i bjen 150 euro. Plus, të i kena shumë pothuajse zbritje, që në qofë se fëmija është prej 10 dite e plus ma shumë ditë smutë dhe nuk e qënë qerdhe, atëherë kina 15% off, dhe më thënë nuk kina nevoj me i pagu. Ose në qofë se vetëm, për më dhe 2 opcione i kina, në qofë se, si për shambull, unë e tash që ku qkojnë Kosovë shkoj me najt një muj, edhe nuk du me ahu venin në qerdhe, edhe i tham, qika jeme një mujdet nuk ka me ardh, ama unë ja u paguj. E atëherë kena 40% zbritje. Tash jo logaritmi prej, unë nuk i kom logarit se nuk më ka interesu njëherë për njëherë. Logaritmi 300 marka prej minus 40% se sa për i bjen, mos ga bushën i sanë 80, nashtë gjyshe logaritën trunin tem. Kështon që kë është çmimi, pa tjetër qëtu në ndilë nuk përnojnë prej të hanës derit premten. Qerdhja qilet në ora 6:30, ndoj që 6:30,
dhe punon deri në 4:30. Unë algën teme nuk e qoj në 6:30, nuk kam nevojë, në 6:30 qohemi prej gjumit, edhe e qoj zakonisht në ora 7:30, gati 8, 15, qashtu diçka, sa në varet që shmërina. Unë e loj algën deri, po mendoj prej shtëpia nisa gjysmë në 4, shkaku i guzhmës, se qëtëherë njerëz bashkret kthehen prej punë, shkojnë punën e këne edhe dyqysh për bat, qyteti, katastrofe dhe për mvynja 20 minuta, tani më shku me marë algën. Se di një herë që jam nisë në ora 4, edhe sun kom rrit deri në 4:30 dhe alga 15 e fundja atë të mpritë. Unë e algën vetëm një dit e kom lanë deri 11:30, se nuk ja pa ta marë cuclë, nuk ja pa ta marë atë mbulesën për sy, edhe thjesht fëmija im nuk u mësu me fletë bashkë ashtu, dhe plus e pat atë, qysh me thënë, stresin që ja ka nisë aty, plus tash me anal cuclën e me aprish qefin anë e kënej, të qysh edhe direktoresha dhënë e thësha ma mire e ka një herë, tani ma vonë mundi me ahek dyjat kur të adaptohet. Ama për adaptim folim pak më vonë. Qysh unë e di për shembull që qerdhja është e mirë për fëmin tem, se di që shumica më kanë shkryt qysh për dinte është fëmija i të sigurt, nuk e din se shka po ndodh, nuk po ka në shkret kur po shkon me marë të jeti. Fillimisht na i njohëm krejt ata punëtorët që punojnë mrena, sepse krejt vinë të nanë furë dhe nana e me tepër gjati një ata persona. Numër 2, kjo është qerdhe private, ama nuk është ma shtrejta. Këto janë qerdhe që shkojnë edhe deri në 700 marka që i vjen 350 euro. Realisht për çmimet për rrogat e këtujt është shumë, ama besëm një ka dhe që aty që i qojnë fëmijët. Është private, ama qysh me thonë, nuk është luks edhe luksi nuk po më vynë përderisa ma edukojnë fëmijën që duhet edhe kujdesin për ta. Mu luksi seriozisht nuk më vynë, nuk më vynë qerdhja më duk estetik, nuk e di azet më kanë full ashtu në Instagram, nuk e di me bë video fëmijëve e të jetë. Qëto sana, do më thënë, unë ato nuk e kom qyrë. Unë e kom qyrë fëmijën me ma eduku qysh duhet, me ditë se fëmija jeme qysh me koll, qysh me fol, qysh mu sill, me kuptu pak që është okej mu largu prej meje e qëto sana. Në më thënë luksin, unë aty e kom këput, nuk kom dasht, sidomos nuk kam që fëmija jeme mu mësu në lukse, sot nështë e kina një jetë normale, nesër nështë e nuk e kina, ose nesër nështë e da ban milionera, nuk e di. Kështu që nuk du me mësu fëmin teme në luks, nuk du me mësu fëmin teme në tanat mirat, mëj me abo ato kryesorët, ama tanat mirat sërëzisht nuk ka nevoj. Njerës aty që punojnë 4 graja në krejta e njohëm, direktorishën e njohëm, edhe si pas fëmijëve që janë aty, janë shkurqip krejt njerës që na i njohëm. Për shembull, fitness trainer e nënës teme, djalin e djalit e qanë aty, ish punëtori jonë qikën e qanë aty, një shoqja jeme qikën e qanë aty. Dhe më thonë, shumë njerës ka që edhe sot për shkak kur shkoj çaj algën i shoh, hey, po unë ty të një, çfarë bëna e mira, apo kuptoni? Edhe as kushdo që e ka pasi domos në Instagram që kom qit, edhe kur kanë pa njerës që i çojnë edhe fëmijët e vet, ato krejt më kanë thënë, bravo, se shumë çerdha e mirë, është shumë kujdesin për fëmijë mira ne. Edhe dyqysh kur pi lexoj ato mesazhe edhe më shumë për a jap vetit atë mendimin që shumë mirë kom bërë për fëmijën tem, edhe di që është e sigur, nuk ka nevoj mu kujdes me thënë a thua Alga shka vën, a thua ato najt, a jo. Thjesht, unë jam nënë, edhe unë numër 1 që a kam pa tjetër është me pas fëmijën tem sigur. Nuk du fëmijën tem askush me më maltretu, jo une, po askush, asnjë nënë nuk e lejon ata. Kështu që une me ja po Algës një pikë dzez ose një grith ose dishka, une normal që lypi përgjigje prej edukatorëve aty. Është dishka tjetër kur të fëmija kapën e mezeti, ama aja nuk ekziston në kaqerë dhe bili. Edhe ta që jo kalëzë edhe pse nuk ekziston. Kur fëmija kapën e mezeti dyqysh okej, ama me dit ose me një dishka ose me apona i shenjë fëmijës teme,
nuk e di se çfarë kisha bën. E dini edhe vetë, edhe ju jeni nana, kështu që për këtë temë nuk du me menu, se nuk du me pas atë opcion hiq me menu për atë temë, se diqysh shumë rrallë janë ato gjanat, edhe kjo është diqysh private, edhe ma se i njojmë njerës, ma merë menje që jo të fëmija jem, po të asnjë aty nuk mundet me ndodhë. Ashtë pse nuk ekziston me u kap fëmija në mes vetit, është që fëmijët i dojnë në grupe. Fëmija prej 1 vjetë deri në 3 vjetë janë me një grupë, prej 3 vjetë deri në 6 vjetë janë në grupën tjetër, edhe dyqysh nuk i kanë interesat e njëjtë fëmija i 2 vjetë dhe fëmija i 5 vjetë. Edhe mendoj që se shumë gjatë nuk kom nejtë qështu t'i shka në qirë dhe tjera, e di që krejtë që ashtu i mojnë bashkë, edhe mendoj që kjo është dyqysh halo, ma shton atë vullnetin me besu që fëmija jeme është okej. Tjetra, pse unë e mendoj që fëmija jeme e di që është e sigurt. Arsyeja është që unë me interesu tash në qëtë moment, shka të po alga, a është në gjëma ka hangar, a ka pi, a i ka bo krejt gjanat, unë e mëj me thirë direktorishët që ma fotën shka të bo në fëmija jem. Edhe ajo nuk është problem se na në kontrot kër e kina pas, unë e kom lezu këtë kontratën normal, edhe më ka shu që unë e kam edhe qatë drejten me bo, me lëp fëmin tem, me pas se shka të bo, edhe me amar informatat a ka hongër sot, a unë i mirë, a u kanë disponim, a ju. Unë më kujto dita a parë, kër e pata që alga shumë mirë u adaptu, se ju nuk e njini algën. Tash më do këtë pak virdo, ju nuk e njini algën. Unë e di që shumica prej juve më keni shkrujt, alga nuk po rrin me ty, alga në Kosovë ka pas ma mirë, e të jo. Ta folim realitetin, une momentet agresive të algës nuk i postoj askur, nuk i njemi po që asi lloj videove prej sojna. Alga është shumë fëmijë nervoz, alga u konë me lashët deri kur ka bo 1 vjetë. Amo tash e mas të rrit e tu lujt, në është ja kina lujt edhe na nuk e di. E vështirë, shumë është e vështirë. Jo më kene thonë alga përën ma mirë në Kosovë, për qëfar të nejtëni. Vetëm unë e di se shka kom hek me ta kërë më në Kosovë, edhe zakonisht, alga është një fëmijë tepër ekstrem i lidhë për mua. Ta më jena dyja që të unë mu qu me shku në banjo, aja veç vjen me mlyp. Sidomos kur t'jena me një vend që nuk është shtëpia jonë, tranohet. Në më thonë, ja du të me mojnë më prenë, ja me kapë në dorë, ja me marrë ata ma zvetit për mos me përtit. është ekstrem person, është ekstrem beb e rënd, fëmijë rënd, edhe për këtë arsye na krejt familjar që e dim qysh është alga, çfarë lloj fëmije është, na krejtin atu të kina mënu se aja ka mu të ranun qirë dhe nuk ka me nejt, ka me bërtit, që kanë me më thirë mas një ure. E tash, unë e algën ditën e para kom qenë në ora 7:30. Në ora 9:30 ose 9 mos jam gabim, mu direktori që ma ka qu foton e algës, ma ka dërgu edhe ma ka shuj shka si shumë është mirë, nuk po kanë, mos ta nëjnë se këto ma merë menja që gjithë ka është, a mune strikt po folje për këtë vend këto ku kam provoj, edhe ku kam shoqni për meni, këto fëmija në qerdhe me të kajt 5 minuta të thirin automatikisht hade mere fëmin tonë. Ta folim realitetin. Edhe nanës, kur ja lini fëmijët e ju me kajt ajo ju thirë, e limo dikush që nuk e ka kur gjën gjak, literalisht dhe të i paguni edhe puna atin dhe është me mu marrë me fëmijët normal, e jo vetëm me me një fëmijë, se ato janë grupet, po thuaj 10-15 fëmijë, nuk është kollaj, tash jo një fëmijë t'ju jenë me zarë pe këqyrën e limo 10-15 fëmijë dikujna tjetër. Ato e kanë punën tjetër mu marrë me fëmijë tjerë, tash fëmija që kanë ato sën organizojnë krejta fëmijën tanë, me ta këqyra ose me ta mashtru ose shka do. Automatikisht më kishen thirë, me kojt 5 minuta fëmija, mu më kishen thirë më shku me marë. Alga nuk kanë qirë dhe, shumë i do këtë interesant, bili sot më në gjasë si u që për gjumit ma bëjki ajmo dhe me ke bosnjakisht hajde, ajmo papa dhe me ke hajde me më quti mu në shkollë. Ja pse kanë alga
në mbrëmje kur shkoj me marr, se ishin ato video në storyn tem, është që katin e parë, qerdhës, ajo është si shtëpi. Katin e parë e kanë diçka si i graonit sa si lojna të mdhoja, ka tupa si lule që si sene. Në katin e dytë e kanë qerdhën, taman ku i bajnë krejt rutinën e vetë. Edhe, tani, mas unë shkoj e para me marrë algën, përmendoj e para ma herët se krejt, se tash llogarit e njerëz shkojnë 4 gjys, unë shkojnë 3 gjys. Algën kur ta marrin për dorë ose kur ta kopin prej snaltit, edhe kur ta largojnë për fëmijëve tjerë, dyqysh ajo po tutet, po mendon se pa leku i ote qumë mësusja, edukatorja. Edhe tani kur po janë isha të veç me kojt, edhe tani kur po më shem u zarti edhe po më rëzitet edhe po, që me thonë, mendimi jem është që mos ka mendu që unë tash këta loj, apo kuptoni pra se fëmija kur ti merr malli, ai nuk mundet me ngojti me thonë, sa shumë mungohet, për normal që ka çdo fëmijë besoj që bën çështo. Ta shkojmë te pyetja e dytë, është pse algën e keni regjistruar në qerdhe për pikë qifit. Literalisht nuk ka asnjë arsye tjetër, po mendoj, ka, ama unë e fëmijën tem ka mujt me majt në shtëpi, se unë si që përshene jam në shtëpi. Njëna prej arsyeve është që e kom regjistru normal për pikë qifit. Arsyeja dytë është që alga pak mu eduku. Do gjona që po jam mësojnë ata, unë e dyqysh nuk më kishron men edhe për 100 vjet me jam mësu. Arsyeja tretë është që pak mu largu prej meje, edhe unë e prej sojna, mu socializu edhe mu mësu fëmija me fëmin. Alga jeme ka ik prej fëmive. Alga bërtit ki kur ishe ke fëmi tjero, do t'ke literalisht o dredh ki kur t'ju afroj kena i fëmi. Kështu që këto krejt gjonat unë kanë shti algën me regjistru në qerdhe. Plus, unë kom pos plan halo ma herët, amo që e qështo. Jo pëmdhimet, jo gjëna, jo e vogël, qësh ja bëj une. Une e kom pos katastrofë. Kër kom dërgu algën qerdheve që tash është java atrit, e di që ju e keni po atë videon dita parë në qerdhe të algës mas 2 jave, mas e që e kom quone, ama alga këtë javë i ka 3 javë që është në qerdhe. Edhe unë e përvrej ekstrem dalimin e madhë. Edhe njëna prej arsyeve është me mësu gjuhën. Pse me mësu gjuhën? Na tash për momentin jena që të palë me dit një gjuhë ma plus shakolidi. Për momentin jena qëto. Edhe tash unë juve nuk ja u garantoj që unë për 2-3 vjetë ka me ndru vendin. Ma me menja që ka me nejtë këto. Edhe, tani kum bo mend kështu vetë me veti. Nesër masesër unë e fëmijën tem kur ta qoj në shkollë, nuk u mësu me fëmijë, nuk u mësu në kalla blok, në ekip, qësh me thonë, në grup, nuk e din gjuhën. Edhe para mendoni 5-6 vjetë ka dajnë vetëm me mu. Dhe më thonë, ajo ish kontra unë për fëmijën tem. Edhe e di që nesër masesër kur shkon alga në shkollë, pas 100 herë ma kollaj se veç këto gjana i ka kalu në qerdhe. Dhe më thonë, nuk kom pas kur farë rrugdalje tjetër përveç se me regjistru në qerdhe për nesër masesër kur t'ja nisë në shkollë me pas ajo ma kollaj, mësë me marrë shumë si me traumë. Alga e dini që fjallën maca që ne ma nuk e hi prej gujë. Më interesant është që për çdo 3 javë aja e ka mësu me i thonë boshnjakisht. Dhe më thonë, maca na i thonë maca, a e këta i thonë maca, cuko qenit. Edhe një ditë kështë i thonë uj, mami a dënë uj, voda ma bëjke. Kështu që truni fëmive pënën 100 herë ma shpejt se yni. Fëmi tonë janë shumë të meqen, vetëm duhet trunin e tënve me ja u trajnu. Për më duhet me dit me ja trajnu. Na që nuk jena si përvoje, edhe nështë edhe nuk jena ko nuk mundem njejt me eduku fëmin si në qerdhe. Fëmija jem unë smu mas 3 dite në qerdhe. Edhe 3 dit i ka pas kërja ka njësë me kollë, edhe ditën e 3, po me daj, 3 dit që u konë qerdhe edhe ditën 3 të fundit, qasajove, ja ka njësë me kollë, se u konë e premt, edhe ato mësuset e patën mësu që kur të kollë do të menu dorën.
Atë në kur më kisha më me në ashtë kur t'i shërrit me amësu që ata. Alga sot kur t'kull, edhe jo kështu me në shelkojnë, për bashkë kështu, si zoj. Nuk jam, bëllirja për njëherë, nuk jam heq pishman që e kom registru në qërë dhe. Ti që jo me nëni për ti nuk jenë punë pëse e ki qua ne këne, veç arsyot ja unë gjeha deri tash, sepse une algën e kom qu. Une në ashtë se krejt njerës me nojnë që ti nuk qosh herët, nuk del jashtë, nuk përgatitesh për punë, nuk shkon punë, dhe më thonë ti nuk jenë punë. Nuk është ashtu, unë e di që shumica njerëzve, kur të nëjnë që gratë ose burat së më rëndësi, punojnë prej shpije, menojnë që ata nuk janë punë. Jena në punë. Që e kanë atë mendim se që babi jem është numër 1. Që gjithëm thot, a isha bën ti vetëm rënë shpe. Nuk është, nuk e di normal punën teme, unë me anis me a spjegu atina dhe juve, ju thani, për shka është kjo s'është kur gjë heq. Unë e di që mendoni që është, ama besom një mu 30 deri 40 minuta më vynë një video, si live video me përgatit. Video që unë e vetëm folje, zgjasin ka 3 orë të editu. Video që unë për më dhejtë që kjo video është gjësore 40 minuta. Vloga kur të bëj, unë e gjëroj të nditën. Në është të nditën gjëroj, po vloga dy qysh ma shpesh i editoj, se video që i gjëroj ma shkurt, ata i editoj ma gjatë, dy qysh këtë kontra është, nuk e di, nuk mundeni me kuptua dhe në është i thoni, aha, hajt, okej, vetëm video, po ju nuk e keni idin, jo mesazhat, jo fotot, mo komentat, dhe katastru, për nëjse kja është një tim tjetër, e di që mendoni që une jam pa punë edhe pse kum dërgu fëmin, nuk jam une pa punë, une kam 1 milion punë me i bo, edhe besomni, automodok që më kanë shtu hala ma shumë punë për se e kum dërgu algën në qirë. Nuk e di jam jetë na i herë, na i orë në ditë, që rri vetëm në shpit, dhe më thonë sa të vinë në shpit du të me dalë, tani apet, dhe më thonë këto janë këto sana që nuk ishini edhe me thoni që veç për qefi normal që e kom dërgu, ama me thoni që vetëm hajt sa me liru vetën prej fëmive e që si sana. Edhe një arsye e madhe është që na nesër mas nesër kur të vendosim me ba fëmin e dytë, unë e du që alka mos me konë shumë e lidhë për mu. Shumë nana, i kam shumë video në TikTok, për më dhe ka shumë video në TikTok që gratë lindin fëmis njëri mas tjetër. Unë nuk e di seriozisht që, për shembull, unë me bark, për shembull, nanën muj me quni fëmi 15 kg. Nuk e di a muj me ba ata. Pa nejse na nanat mundë me ba krejt, po vetëm po japë si shembull. Kështu që unë kam qef alga pak më konë fëmi për veti, më konë e zoja për veti, për me mujt na me vazhdu qëllimin të në ma tutje, nëse më kuptani. Numër 4, une e kisha qitë reagimi i algës. Une paka shumë ja u spjeguva reagimet e algës. Numër 1, kur ta qojnë qirë dhe ja qa qpret, ja zgat duart asaj edukatorës, edhe veç mu ma ban bye, dhe me kjo hajt hecte, edhe tani prapja nisë vetëm të i këqyrë fëmijë se që zhvinë edhe lunë me to, me ta deri sa të mlidhen kretë fëmija, se që për shembull këtë që erdhen ku ka shku motra jeme, prindrit u dofshin me dalë, me a desh jaknën, me a math këpucat, me a doth këpucat, me a math ato papuqët e shpis, edhe me shtim mrena. Përderisa këto, krejt i bojnë vetë. Në algën mjafton vetëm e lanë të dira, se tani ato edukatorët e mojnë vetë, e veshin, e mathin, ja deshin jaknën, ja lajnë durt, e qojnë tani në altë. Është që edhe kur të vi me marë, kur nuk ma japin dorë përveç që alga në i herë kur të ngon ose nuk i len, ma japin që ashtu, të mathne, të veshne, me kapoq në kryje edhe me flok të kreën, me frizur që shë ka pas dhe më thonë nuk janë ndrojnë, shumë është interesant. Ka shumë gjana pozitive që unë e kom po të alga. Alga është definitivisht, unë ju thash 3 javë është, sot është po mirë thash, sot është 3-ta javë, edhe alga që përpara mu nuk më heki prej brenit, tash vetëm vjen
han buk vet, nuk ka shans me i dhënë unë buk, se vetëm që i ka me hangër. Del unë, vjen pak të na pudh, na përqof, ama nuk është që më rren në prejën që shka ndajt, nuk është që ka në pa lidhje, përveç kur do shmija s'mu të janë diçka tjetër. Shumë edukat janë të i dhonë fëmi se alga unë e përvrej dalimin e madhë të alga. Ta shumë e juve me u spjegu, thëni, au paja së kur gjo, po është për mu se unë e një fëmin teme si që shukon para se e kom dërgu në qirë. Jam ekstrem një për njerë e knasht që ata beth thjesht miren me fëmi, edukojnë fëmijët. Nashtë i kini po fotot, videot, fotot në fakt në Instagram kur i kom postu qimin healthy të jo kallëzu atë fëmijët të i këqyrë, edhe ata nuk është që e vetë nga qesin që të ndolin tash rëbën i shkadoni, po të ja u spjegu si na krejt ato video i kina po veç në biber nga prindrit, edhe dhe më thonë, kena shumë vërtetime që ato janë të marrë me fëmijën. Nuk është fëmija jem vetëm, që për shembull Albani nuk ka pas rast të askush në familje me pas naj grua ose shka do, naj fëmijë për me dërgu në qerdha dhe Albani ka mendu se aty është vetëm me lujt fëmijët, edhe kur gjatë tjetër. Unë i këmë thonë, edhe për këtë arsye në fakt më thëj s'ko shka lëp në qerdha, se ma shumë Albani u kanë kundërshtar për qerë dhe për derë sa unë e kom ditë që është ma mirë për ta. E kom spjegu në Albane që fëmija të hajnë, flejnë, lujnë, mësojnë, edukohen, edhe tash kur peshe dalimin e saj, po thot, o zotë shqyqër. Edhe në fakt edhe na po kena ko ma shumë për vete, sidomos une, edhe po kam ko ma shumë për punën teme në ashtive që dhe kini vrej që ma shumë po postoj se gjithë. Edhe diqysh pikene ato 2-3 orë që vetëm unë e me Albonin rrina bashkë. Që ato 2-3 orë na nuk i kina pas prej se ka lind Alga, më duket kur nuk nga ka rame na i të vitën. Edhe besom ne qatë ditën e parë, dytën, a dine që shna o do ki virë, do vetëm me që më të këshirë një një tjetërin, se nuk kina mësu me na i të pa Algën. Dëshirë si na viki pali dhe shkajmë të bona dë me një vend, vetëm na dë, nuk e di apo kuptoni që vru me thonë, ama seriozisht ke virë do. Reagimi jem u konë që mu heq nuk mu ka najt pa Algën. Kur ko marrë në shpe, thësha, okej, e shka me ba unë e tash, dhe gjdo herë kur të bëjt diçka që atëherë në fillim, më shkuj ki men Alga, më bikin men atin a thu shka o të bo, 5 sekundë më bikin men që është në qerë dhe më thonë deri sa, mendoj që ma zore e kom pas une, nuk du mu ka narcis, ama mendoj që e kom pas une ma shumë zore se Alga. Numër 4, une e kisha qitë rutinën e Algës. Qfar rutine kanë fëmija në qirë, në qirë ku është Alga, normal. Nuk e di është edhe të ju kështu, dhe nuk e di në fakt edhe këto është në gjdo qirë dhe në këtë mënyrë, ama unë po ja shpjegoj rutinën e Algës. Fëmija që shkojnë atje herët në 6 të gjynës nuk e di shka bojnë, seriozisht, se shumica e fëmijëve shkojnë 7 të gjynës bashkë me Algën pak para 8-ve. Edhe, fillimisht ku shkojnë deri sa të vinë krejt, deri sa të përgatiten krejt i deshin jokna papuqe tani këni, shkojnë i lojnë duar, tani shkojnë katin e dytë. Nalë që aty për një orë ma mërmendje që vetëm i lojnë me lujt, një orë, se tani është mëngjesi në ora 9. Tani e kanë atë orarin prej 10 ora deri 11 e gjynës, me thonë si shkollë e kanë, se i edukojnë për shembull, sot është dita e planetës, po thamë, si shembull, edhe për qatë punë e edukojnë. Do sana që nuk janë të rënda me i kopa ta, dhe do sana që janë të rëndësishme për ta, për trunin e tinve të vogël. Tani, në ora 11 të gjynës e kanë drekën, ku hajnë të gjithë, edhe dishka i shoha nuk hajnë me cikë për ushqim. 15-12 e kanë orarin për me fletë në gjumë, edhe tani flenë fëmija deri në ora 2 mas dite. Kur qojnë fëmija, njëherë i qojnë krejt në banje, normal përveç atënve që dinë ma mje me full, edhe me kallëzu. Kthejon,
prej banjës, prej rutinës me i la dur tani këni. Bili edhe sytja u lojnë. Tani e kanë snacks zakonisht është në i moll, në i banan, në i portokall, diçka ma të shëndetshëm, ose ka herë ndo me pas vetëm një copë buke të lyne me aerokrema, ka do nuk e di, vetëm po thamë si shembull, edhe tani i bin poshtë në katin e parë ka ora 3:30. Ja unë shoj muzikën edhe aty këcejnë, lullën dhe me thonë, edhe e kanë aty si i graunësave që ju thash edhe ma fëmija, prindrit veç janë nisin me armë, i marrë fëmijët e vetë. E tash, se une po thamë që ushqimin. Alga prej se ka lind e ka pas problem, si me qëmë shpluan, si me qëmë shnormal, si me ushqim, Alga ka pas probleme dal jashtë, nuk e kam fjallën për nevojnë e vogël, po më kuptoni. Alga, une ka herë bëjsha me qute mjeki, nuk e disha se shka me i bon, se seriozisht është problem se fëmija kur nuk del 3-4 dit jashtë, dhe më thonë, do isha mu tranu. Jepi shka do me hangër, problem. Ka i herë besomni edhe harrojsha cila dit u konë. Unë e majnë mend vetën kur unë ja kum nisë me shkrujt cilën dit e ka pas, cilën dit sa ditani nuk e ka pas. Edhe për këtë arsye kum dosh me qullat e mjeki. Po tani thojsha, unë si me ushqim, si me tamel, si me qëmsht në pluhën, kjo qëtë organizëm e ka, qëtë rutinë e ka. Edhe thoj që në është vetë fëmija e ka di që nuk është shëndetshëm kur qysh, a mu tash shka mi bo. Nisa më mësu thoj që hajtën përderi sa nuk është kja smut pelojnë. Alga, prej se onë qirë dhe gjdo natë, kur ta qaj në banjo, para se ta qesë në gjëmë, e bën nevojën. Nuk e di farë ushqimi ja përgadesin, normal gjithmonë është dishka të shëndetshëm, vetëm na kanë thonë që njëherë në javë është dishka që nuk është të shëndetshëm, shpagita, makarona, pizza, krofne, që si sa nëse fëmija i kanë marak, edhe shkurt që prej se Alga është në qirë dhe Alga jeme gjdo natë del në banjo. Do më thonë, ma mirë unë nuk e di, për krejtë sanave deri tash që ja unë gjeha, mendoj që kjo është vetëm që shia mbitort, me thonë. So, kur qonë fëmija, me sigurit thoni pëse si japin me hangër anë e këne, po tani mëngjesin e kanë pas, drekën e kanë pas, normal është që darkën me pas në shpi, nëse ka logjik se kërkosh darkën nuk e hanura 3 ose 4. Mendoj që është kaq, inshallah nuk kom harru në i sen, edhe në qoftë se kom harru mundin e lirish me më shkru se me bona i Q&A apo diçka si shpeti në YouTube që të dit, kështu që me u lidh edhe me u kthy përgjigjet. Unë e shkurqip jam shumë e kënaqur me Algën deri tash, deri tani, edhe krejt shka i ka bo deri tash sa ka ndryshu, mama mirë nuk e di a mundet normal, tash mësot ajo hala me kohën edhe dishka harrova me cik, që e di shumica më keni thonë, edhe fëmija jeme ka pas qef me shkun qërë dhe 2 javë, tani u mërzit 2 muja në këtëj, nuk e di, të une nuk është hala ashtu. Alga ka të njëjtin reagim prej fillimit edhe nuk o kam doke që në tof. Njëherë për njëherë, në është të ndryshon nuk e di, ama njëherë për njëherë jena okej. Ka është ndryshon nuk e di mundet me ndryshu, ama une nuk kam plan me andru njëherë për njëherë qirlen edhe kur t'i bën 30. Vetëm është pak një problem i vogël që për shembull kur t'ja nis Alga në shkollë me shku, shkollën e kam këto ofër e atje është qirdhja, se këto zakonisht nuk e di atje në Kosovë, unë qështu, a më që më trejme ka shku më duke deri 9 vjetë ose 10 në qirdhë, deri ku është taj kufizimi, edhe ato edukatorët për qirdhë se qojnë shkollë, e marrin, i bojnë detyrat bashk, edhe kur ta kryjnë krejt ata, vjen fëmija në shpe, normal. E tash, une Algina kam e qënë qirdhë, edhe deri atëherë nuk e di, ma mirë i shkon definitiv se ma shumë mirën me detyra me si sen ata në qirdhë, ama nuk e di, seriozisht pak kam e pas problem sa atje ku është në qirdhë është një shkollë shumë ofër, e tani Alga kur nuk shkon në qirdhë shka mi bo tani apet me andru shkollën shumë qëto e kam një gabim të madh, po besoj që
ne zgjidhje veç diqysh ja bëj. By the way, motra jeme për shembull shumë e ka pas qirllën e mirë, krejt. Besomni motra jeme nuk u kon fëmijë si Alga. Edhe kur ja ka nisur shkon qirë dhe prej ditës parë, deri mo kur u rrit deri me 10 vjet, kur ka shku mo ditën e fundit, aja gjdo mëngjes ka koj. Unë në nëse me këmë thonë, fëmija jeme me apo që ashtu në ma nuk e kisha nuk e kisha shti me zërë, po me thënë drejtë nëna jeme nuk ka pas zgjidhje, tjetër se u kanë të pënu, edhe nuk është një punë prej 9 dhe deri në 4, e dini edhe vetë në 5, dini që kur e ka shumë obligime të mëdhaja dhe në zërë, me majtë furë me fëmi të vogël për këtë arsye na edhe nuk kena njerë furë shqyqërë se mirë jena qështo. Kështu që, ka që ke prej meje, shpresoj që ju ka pëlqy ky video dhe shpresoj që ju ka animu, e di që asnjë nënë nuk ka qef edhe asnjë nënë nuk e ka kollaj më ndo për i fëmijës vet, sidomos kur të është vetëm një fëmijë. Ma merr mendja që me 2 fëmijë që është pritni me i qu, po tham se nuk e di halo atë ndjenje, edhe po, ka që ke prej meje, na shihemi shumë shpejt me një video tjetër.